hip-hopin si kulturë është e vërteta alternative ose e vërteta satelite. Dhe në fjalët e Grandmaster Caz, që është një nga themeltarët e themeluesit e kulturës hip-hop, ai thot shumë bukur që hip-hopi nuk ka shpikur asgjë, por ka rishpikur gjithçka. Okej. Pra dhe hip-hopi si vlera, domethënë vlerat e veta themeltare ka paqe, bashkësi, paqe, dashuri, bashkësi dhe të bësh qef. Pra dhe mu kjo ka pëlqyer gjithmonë te kultura hip-hop sepse kryesisht përveç se po themi lëvizjes hipi, por kryesisht zhanrat muzikor apo një lëvizje po themi që ka edhe për qëllim informimin dhe influencimin për mirë, janë gjithmonë vetëm pak po themi formale që okay, paqe, dashni dhe asnjëherë nuk e përfshin këtë and having fun, pra dhe të bëri qef, sepse duhet her mas here, pra përveç se këtyre problematikave të mëdha, prap një e kaluar mirë, një qef pas dite të ndihmon dhe me shkarku pak atë tensionin e ditës.